Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi përsëri në terren me Qendrim Kryeziun në segmentin e rrugës më të diskutueshme, Dolz-Gjakov. Me vitet tona nuk u përfundu kjo rrugë, jemi tek një urë që është mbi 120 metra, që 122 metra sakt. Nuk ka arritur të kryen punimet e kësaj ure, ndërkohë që aksidentet me fatalitet në këtë segment rrugë nga Dolzi në Gjakov shkaktuan pikëllim të disa familje dhe duket se ky pikëllim nuk rëndoi edhe mbi udhëheqësit e shtetit. Fatkeqësisht, meqense po shohim ende punimet e vrashta ndërtimit kësaj ure, konstruksionin, po e shohim që nuk ka përfunduar fare. Jam me Qendrim Kryeziun këtu, kandidatin për deputet të Partisë Demokratike të kësaj legislature që nuk arriti të bëhet, por që vazhdon ende të jetë në terren për të alarmuar dhe raportuar se cilin shqetësim që lidhet në rend të parë, jo vetëm me një infrastrukturë më të qëndrueshme, moderne, por një infrastrukturë që shmang, prevenon fatkeqësitë në komunikacionin kryesiu. Ishëm në Badovs me një problem madhor ambiental që ka të bëjë me bërllogun, me plehnat që ja bëjnë këta qytetis, dhe sot jemi këtu te infrastruktura. Ato probleme që ishe edhe me shtat, para shtatë të qershorit. Kam tregu që nuk e kam një jetë munal, kam e shfaq se cilin problem, po këtu pse e marrë është një arsye shumë e thjeshtë. Kjo urë këtu, që po ndërtohet, është 122 metra e gjatë, dhe ka një nalësi prej 12 metra, dhe të dy urat, se në dy ura këtu, kanë kushtu rreth 2 milion euro. Në këtë distancë janë dy ura? Dy ura. Njëra është për drejtim Gjakovës dhe tjetra nga kthimi prej Gjakovës. Dy ura rreth 2 milion euro. Në Mitrovic, një urë për Këmbësor, dy ura për Këmbësor, që i hapi Albini, po të njëjtën qeveri, atje kanë kushtu 2 ura 3 milion euro. Një qeveri me 2 standarde. Një qeveri me 2 standarde, dhe me standardin më të riun, se këtu ka qenë me tender të hapur, ku kanë pas mundësi me apliku këtë kompanit, këtu është fitu tenderi me rreth 2 milion euro, ndërsa para 2 jave në Mitrovic u hap një tender i një kontratës një burimore, nuk i ka përmasët të njëjta, nuk e ka gjatësinë e njëjtë dhe nuk e ka lartësinë e njëjtë. Edhe është 4,4 milion euro. Çka tregon kjo? Kjo tregon që janë të vjedh më të madhe. Dhe kur ju them janë super hajna, populli duhet me fillu dhe me besu se për një me këta janë super hajna. Ku ka qenë tenderi hapur, që kanë marrë pjesë plot kompani që është ty me zeti, cila me fitu tenderin, kam rritë shpimi rreth 2 milion euro. Për 2 ura. Shpimi real në ekonomi tregut? Shpimi real në ekonomi tregut rreth 2 milion euro 2 ura. Në Mitrovic pa tender, 3 milion euro 2 ura. Një tender, 4,4 milion euro. Dhe as njona nuk e ka as gjatësien, as lartësien. Te ura hibrit ku kalojnë Këmbësorët është mbi 4 metra gjys 5. Nga 2021 mos më përfundu kjo rrugë. Aty nuk e di Unikatili ato ka një probleme. kënd të fundit që hit me një tekst të jashtëzakonshëm, copa. Unë gjeti popullore me gjas. Ai e ka shprehë rënkimin e tij në fakt mbi humbjen e vdekjes së vllaut, por këto thujse copa gjithë ky segment rrugë tu bon. Nxjerrni copa atje, jep tenderin, shtroni copa aty. Problemi këtu në Kosovë është se tenderat po i dhojnë mu kry punë për 4 vjetë që i me rrejt popullin me thonë që sa e shkujna të e shtu ka një urë. Qyshe këna në zonë Albinin të mënu 20 metra asfalt me preshirit. Kjo është keq, se në qeverisin e Partisë Demokratike të Kosovës, kur është marrë autobani mu kry, është kry për 1 vjetë e gjys. Edhe janë kry 220 km autoban. 2 autostrada Ibrahim Rugova dhe Arbër Gjaferi. Kur i kënë të gju aksidentet me fatalitet që ka ndodhur këtë rrugë? Për zotën më dhimin si me qenë familjarët mi. Sepse gjdo notë nuk ka shansa kur shkojnë në shtëpi pa e thirrë 3 kryemenaxherat e 3 kompanive, a e në shku stafi mirë në shtëpi. Aq në merak je? Merak sepse rrugët nuk du me më lëndu as një punëtor në rrugë. Dhe rrugën për Prizren ma bojnë ma shumë se 7-8 punëtor, rregullisht, dhe ndina gjithmonë me një farë frigë se mos me gjenë diçka. Sepse aty është shpejtësia, ma dhe dikush nuk e din, mendon që është në autoudhë, edhe aty është shaja 130 në orë,
kur vjen të shaja tabelat janë 50 metra distancë. Edhe në 50 metra distancë nuk nalet vetura 130 km/h. As ndimër, as tash në verë. Sepse kushtet atmosferike bojnë vetën. Kjo është gjendja, do të thotë që këtu e në arve bëjë sot krahasimin e urave. Ndërsa për vonesën e punimeve i kanë faje qeveria, nuk janë shoparat. Copa marron punën. Copa kur s'ka më krya si punë. Sa herë shkojnë ki me gjithmonë se kanë në orë ata njerëz të ligë marrë me vjetë edhe një 2-3 fjarë maturë këtë. Ai do të më qumë shku me blemi marru dhe njerë, prej fillimit me hi punës, do të thotë puna që nuk hecë rregullisht, me orar, me intensitet plot, nuk kryet asnjëherë. Edhe nga pamjet që ke marrë prej dronit, shihet një kërcënim për ngasjen në trafik. Nga ajo pjesa e Gjakovës që vijojnë drejtimin për Klinë, edhe nga pjesa Klinës që vijojnë drejtimin për Gjakovë është një bypass, ta them ashtu, i lehtë, por që shndrohet në kërcënim. Nuk është i lehtë, por shumë i rëndë. Shndrohet në kërcënim. Se rrugën nga Kramovike e ke drejt. Po. Edhe ai kur vjen aty natën ai nuk sheh. Në anën tjetër pashtu e ke drejt. Sinjalistika pashtu e dobët. Sinjalistika tash e dobët. Është shësuese. Atje ku është 130 e ki edhe ma keq, se këto që është 40 gjithkon tabelat, 50. Po këtu problemi është pse në një qeveri, ku është nderi hapur... A mund me ju tregu njerëzve pse Kryezio je përsëri në terren? Zgjedhjet u kryen. Sepse e kanë vendos me hy në parlament. Zgjedhjet nuk janë kry. Zgjedhjet Albin Kurti ka desh mi bo në gusht. Bile, edhe sot mëngjes, edhe dje kam pas telefonata nga familjarë të deputetëve, që i kam shok të vetëvendosjes. Tha keni me bua ankesa edhe në Supreme, tha shoh po edhe në rezultat përfundimtar shtirë shkërin deti. Se na ka thonë Albini, tha, rreni kësaj dhe se keme shku, tha, në zgjedhje prap. Kështu që po ju them, që ish lirë le shkojnë deti prap, edhe ata që s'm kanë dëgju, edhe ata tjerë, se na... Po për çka po shkon në vend ngjarje, çka po me shku mi tregu çdo qytetar të Kosovës. Se qeverit e kalume me 4 miliard euro kanë kry mbi 1 milion punë. Ndërsa këta me 22 miliard euro, le që po vjedhin në ura, po edhe pja akuzojnë ata tjerët për hojna. Kjo urë, 2 ura, 2 milion euro. 1 urë, 4,4 milion euro. Edhe plus, lartësia dhe gjatësia dalojnë. Kjo është deri në 12 metra parametra, që ka kostomat madhe më ndërtu, është deri në 122 metra gjatësi, edhe është një rëndësie të veçantë edhe puna shihet që është shumë kualitative se ato ura që kena po edhe aty ofër Bërnicës, fshatit Besjan. Zgjedhje thu ka. Zgjedhje ka gjithsesi, sa Albini ka lyp. Për me tregu çka? Jam këto mi tregu problemet për ditë, mi tregu që nuk jam veç për fushat. Jam ju tregu se jam zoni juaj, qytetarëve të Kosovës. Jam 24 orë në shërbim në vendin tim. E kam për detyrë me tregu çka është keq dhe çka është mirë, dhe cila është ardhmja jonë, dhe cila është rruga jonë. Edhe pas zgjedhje ke pas video. Nuk e monal. Nuk e ke lidh. Nuk e kanë ndërmend monal. Nuk e ke lidh vetëm me zgjedhje, po them, të fundit, edhe para zgjedhjeve. Edhe para zgjedhjeve, unë gjithmonë kam qenë kritik, edhe jam disa më thonë një i ashpër, je i vrazhd, po nuk jam i ashpër dhe i vrazhd, sepse puna nuk ka si më qujt ndryshe. Sot mund ndan e keqja. Po e keqja më dha në shpirt, shpirtin më vron. Nëse thonë ajo një llazez, punë të këqija në vendin tim, që 26 vjet, që s'po mujna me gjet njëra ati, e më zhvillu për para që ajo është të më pengu. Për 2 vjetë e gjysë, një qeverisje, që ka qenë PDK, LDK, ka kry punë të mira. Kur dojna me kry, mujna me kry. Po problemi është si, edhe që të 2 vjetë ju thanë hojna i qutë njerëzën në shpi, që dëshë me punu me ndërtu venin, sot që kuj kanë 2 fishin, janë vish vetë, është vish me një qeverisje, në është vish me një shef, nuk janë 2 shefa me vendosë, a pe krym qëta, s'pe krym qëta, me pos për ngesë barë LDK-in, që ka pos PDK-ja. Po sot është vish vetë, vetë vendosja. Me 51% është bosi shpijes, është i zoti shpijes. Si me konë boba i shpijes. Shtu që shka mi thonë? Dhe me këta? Edhe me këto s'po krym punë. 22 miliardare i kanë vjedhë ish për veti. 22 miliardare i vjedhë. Që ku është 2 milion euro puna, edhe që ka pagu, se mja pas pagu më të këshin kry. Të i shku zhagë. Ende në fushat, po thu jem. Po në fushat jem, deri stabilizohet vendi. Panal. Panal. Unë gjdo të keqë që kam ja qiten i rridhim të si rridhim të kërkujna. Ato kam e tregu realitetin qoftë edhe kompani fituse që mbështet Partinë Demokratike të Kosovës. Për aty 5 parë nuk e dhonë kur punën keq për vendin. Tani po shkojmë sepse jam
për qytetarët e vendit tem, edhe janë parat e mia mas promi. Se jam taksa pagus në 100 kompanitë të shtetit. Janë parat e mia. Dhe parat e mia nuk du me mi vjedh, se vjedhen në rej mas shumë të mbut. Qa kimi thonë Dimal Bashës për të? Është Dimal- ministër infrastrukturës në detyrë. Po njohëm Dimal Livadhin, e njohëm i mirë. Jo, nuk bën me ofendu. Ja, ajo është Dimal Livadhi, deri ta tërheq fjalën e vet. Ministër infrastrukturës. Deri ta tërheq ai fjalën e vet, do t'i kërkon falje krejt nanave të Kosovës, për mua është Dimal Livadhi, edhe gjështu ka me mit. Kur t'i kërkon falje krejt nanave që kanë dhënë gjak për këtë vend, ai ka me mit Dimal Livadhi. Edhe ai sot dele tallët, plus edhe uron ngushëllimet njerëzve. Do të po shkoj. Nuk është e pamenduar mirë. Po pa menduar, ai është ministër, le të jep dorëheqje, le të shkon në shtëpi, s'është i dajnë me kry punë. Edhe nuk ka dalë asnjë punë vetë që ka obligative me dalë me këshir punimet, si po i shkojnë, se është shefi i rrugës sot. Edhe vend se me dalë me këshir punimet, ai nuk del me këshir asnjë. Sa shkon me po planifikime për me vjedh në për ura. E këto s'ka shka me vjedh, se kjo është ka me tender të hapun, edhe ka marrë çmimin real, kompania, për që ai nuk mundet me vjedh. Ai shkon ai ku është tu bë pazar tash me marr na ure, me marr parat për veti. Është akuzë rënd. Jo mos është akuzë, është realitet, ata njerëzit po flasin 4.4 milion euro një urë, këtu janë 2 milion euro 2 ura. S'është akuzë, kjo është realitet. Nuk është akuzë. Akuzë, kur Jo, ka vjedh është akuzë. Po ato dikush i ka marrë. Ftoj prokurorien me hetu. Kjo i kushton 2 milion euro, 2 ura, a atje një urë 4.4 milion euro. Kjo qa po thu... Me çka është e marru Kjo qa kjo? po thu i bje që këta po grynë Kosovën? Jo po e gryn, po e çkryn. Edhe ata, din që thonë, veç me lipi ato të nxjerën ka njëherë. Ata dhe të lipien, tu mos lanë as një olla kërkon. Tani po shkojmë në një segment ku? Tani po shkojna në pak më nalt atje, në hymjet Për të klines, tregu se... për të treguar se që 2 muaj ditë sen nuk është punu. Po vazhdojmë atje. Aty jena kom para 2 muaj Për ta dite, si e kena bo fushatën, e kom tregu që banorët e klinës nuk ban, qytetarët e Gjakovës janë vetëdijshëm, po prapë votutën nuk e di ku e ka dhënë, du të morale nuk kujtu. Shkojmë të një segment që ka marrë jetën e njerëzve. Aty rregullisht, Ishte një fjale pa menduar mirë edhe ministrin detyrë, kur ta ju uroj ngushëllime, në vend që të thotë ju shprej ngushëllime, ju uroj, por mase nuk e ka menduar. Se nuk ka kapacitet ai më shumë. Tani po shkojmë Se atë. me pas kapacitet, ish dal i kish kry këto puna i Ta vetë, pas jo. qëndrim kryeziun e fund qershorit të vitit 2026 pas zgjedhje. Fiks mas 2 muaj dite, Pas zgjedhje. mas 2 muaj dite jem të shku në vendin e njëjtë. Me pa çka është bë. Me observu, me veshgu, me pa, me raportu mbi situatën atje. Se çfarë ka lëviz. Po lëvizim po. Çdo ditë, Po çdo javë kena me tregu ka 2, eventualisht 3 probleme kësaj qeverie. Kjo i bje që une kam problem me pare ze djeli afër plazhe aty, a? Jo, ja, ki ku andonë aty. Qëndrim erdhëm të segmenti tjetër, ku për para zgjedhjeve të 7 qershorit, pikërisht në këtë vend, kishte një grumbull dheu që kishte rshit këto dhe dallimi është që tash ka një shtres apo mbjen një shtres asfalti, nuk ka plor, por kërcënimi dhe rreziku mbetet i njëjtë. Sinjalistika, si që mund ta shoh dhe kamermani ynë atje, mbetet shumë kritike për çdo këtë që graviton në këtë segment rrugë, Dëllës-Gjakov, Gjakov-Dëllës-Klin, kjo rrugë përpason një kërcënim dhe rrezik të jashtëzakonshëm nëse ngazësit nuk i përshtaten edhe shpejtësisë së rregullave në trafik. Tu banorët e Gjakovës dhe të Klinës ma kam po hojrin veç të asfalt me oshtru. Kush dhe tjetër? Dheo, qysh ka rshit aty, shihet në pomjet, është i njëjti. Këtu, mes rrugës. Dheo që ende është gati tuaj se të rshast nga ndikimi çfarëdoreshje atmosferike. Është i njëjti. Ai dhe mund të rshas. Nuk ka lëviz fare. Qysh e kena lënë dheo është. Edhe këtu, në kryq, në rreth, se këtu është si lloj bypassi, pa përfundu, pa prek fare. Tu veç pluhun e ka nek. Dhe sani kryesor, edhe të herën anku, nuk ka asnjë tabel. Këtu është, drejt tabela dhe thot ki përshëndetje. I 4 vetur, i 3 më përshëndet. Edhe bzopi më thot, s'po du me ti numru vota. E këta me tu pas këthy në vota krejt? Po jo, këta në vota jo, në sakti kam votat mi kanë qua, ta me foto pjesa ma e modhe. Po ka vjedhje të jashtëzakonshme aty dhe nuk po del me mlon parlament.
S'po dojnë me mlon parlament. Votat ti ka numëru komisioner tjerë, partive tjera. Vetëm ndosë që ka posën. Vetëm ndosë që ka numëru Partisë Demokratike. Edhe herën e kaluam edhe tash. Bzapi tha s'ki të drejtë. Gjykata Supreme tha s'ki të drejtë. Po më as 24 orë ma kanë kthy vendimin. Në ora 19 e kom çu, në ora 9 më kanë thonë hajde merre. Ke ndonjë dyshim? Po çish më dyshim, në ora 19 e kom dërzu, 19:10. Në ora 9 më ngjas më kanë thonë hajde merre. A për gjysore kontrolloj dosjen a? Qysh ndodh kjo? Po kjo ndodh është i gatshëm. Albinio ka do me na çu në fund gushtit të zgjedhje. 19-20 gusht ka me na çu në zgjedhje. Përsëri. Je i sigurt? 1.000.000%. Kjo është skenari. Kjo është skenari, 100% jam i sigurt. Pse të na çojë zgjedhje? Pse është të servizu Kosovën? Kanë fillu derën 300 aplikime në ditë, 400 aplikime në ditë që bën me marr pasaportat serbët në Kosovë. Na ka premtuar zgjedhje. Ka premtuar 1 miliard euro në këtë hekurull në këtë hekurull të ndryshkurt. Jo, më rëshoj. Në këtë trase të kësaj hekurulle që nuk është në funksion fare. Dhe 1 miliard euro ka thonë ta modernizojmë autostradën e re, ajo që quhet lidhja e Kosovës me Shqipërinë me hekurulla, lidhja e Kosovës me Maqedonisë me hekurulla, lidhja e Kosovës dhe me Serbinë me leshak atje me hekurulla. Jetë e përzien. Jetë e përzien sa ai nuk ka po premtime. Kam bota tjerë. Ai s'bën premtime. Ai nuk bën premtime. Ai vetë sot jap vitra. Po i referohem si premtim sepse ka 6 vite në pushtet dhe jemi në vendin e ngjarjes, një rrugë për 6 vite nuk është krye. E përdora si sarkazm, sepse në kanalin 10 ka thonë që nuk e kom bo asnjë premtim. Dhe ato video që ka folaj vetë ka thonë janë montazh. 1 miliard euro. Po s'pe pranon ai, çdo premtim që e bën. Çdo premtim që e bën ai nuk e pranon që ka thonë. Po jenë vendin e ngjarjes ku për 6 vite nuk u kry kjo punë. Që kjo është, nuk është. Ai beson atij premtimit. Çka i thuni qytetarëve që premtojnë 1 miliard euro për një trase të hekurullës Kosovë-Shqipëri? Zotre Berisha, qytetarëve çdo muaj vendet e njëjta komi tregu sa kanë shku punimet. Në çdo muaj do të jem vendet e njëjta ku janë duke punu qeveria e Kosovës. Në çdo muaj njëjtin vend komi kallëzu që ka punuan. E çau të punu këtu? E që të nuk është të punu kur gjë. A jeni të pona i kum punëtor jo? S'ka punëtor. Përveç që ti asfalti që ma kam po hajrë mos më kjerat me pluën e me lësh, ta banor nuk kam po hajrë ma shumë prej me këtu. Pam dhe 2 ura atje. Urat i pam atje, punëtort, me ka 4-5 punëtor, nuk i kry, nuk i pagu në kompanit. Edhe një segment tjetër që ishte në rrezik atje para se të vinim këtu. Edhe e tjetëri aty, s'ke kërkush aty, nuk e di pse njona me divju trakat. Çfarë rrugë është kjo? 2 kursi. Njona poshtë, njona nalt. 2 kursi lart atje. Ajo nuk është, nuk e di. Kjo është një të meri zotit, kjo rrugë, qysh po shihet. Ka marrë jetën e njerëzve qëndrën. Me qindra njerëz. Ka marrë jetën e njerëzve. Dhe duke që kujt për shtypjo reale nuk japë. As në hetimi nuk ka të thella, intenzive. Unë nuk e di për shka janë ata prokurore. Nuk e di për shka janë ata prokurore. Përse nuk e di për shka i marrin taksët, për shka i marrin parët. Nuk e di. Kjo këto donë krim detajum. Kjo është krimi detajum. Nuk është e mundshme kjo. Rruga mos më kryen që 2 muaj ditë, na e na konë, sot 2 muaj jem. Jemi të binarët e ish Jugoslavisë. Ti po më thu binarët anena që ka premtu me maruaj, halo si ka ty binarët modern të pas vitit 2026. Çka duhet të mendoj si pas jush një qytetar kur ka pa një qeverisje 6 vjeçare të tij? Për zotin nuk e di ku janë qytetarët. Mu po më dhimen edhe ata dhe vetja edhe muni që po rrin këtë vend. 2 muaj ditë nuk është punu kur gjë heq, nuk është prek. Nuk po shohim punëtor. Që 6 vjetë nuk ka si punë këtë. Unë nuk e di qysh në vetë 3 metrën e ka me vetë shtire mos, me 3 metra është shaja. Mos tankohen kur të desin antarët e familjes. Mos tankohen. Mbi tragedin e nuk ba mu anku, por unë ta dëshmoj që 6 vjetë s'është punu kur gjë këtu. Qysh e kalon PDK-ja? Edhe këtu nuk është përnu sen, parët janë hongër. Parët Albinio ka do këty në. Ku janë në punë? Pse ka pranuan? Ku janë punë? Në kanë regull.
Po është në rregull. Dallimi është që para 7 qershorit kur ishim këtu nuk kishte me bollok plon, tash nuk ka plon. Gjysma rrugës ishte këtu me asfalt, gjysa me plon që është prish, po për ndryshe dhe është njëjtin vend, nuk ka si gjo, s'ka lëviz dhe jo. Ju tha gjakovarve, gjithë kësaj mani vllazën. Edhe prapë po ju tha, mo vllazën, gjdo një muj ka me ponë që të vend. Kam ja përkujtu si kur alarmin telefon. Mi ka lëzu, a jeni të e posë që këta nuk jenë për me punu. A jeni të e posë që këta s'jenë të interesum, ju zhvillu. A jeni të e posë që këta jenë të interesum, ju lonë, lës juve. Se kjo është qeveri e lëqit, qeveri e tere. Të kam vlla, të kam kështu, Raman Jashari atë kujtohet që është pat parodizu Kurti, që është e pas vletësu në fillim mandatit ti, kryetarin e BSP e Zbashkut. Di, e kom po edhe ato, po unë kam nevoj veç për votën e qytetarëve të Kosovës mi kry këto punë. Kam nevoj për votën e gjithë se cilit, nuk kam nevoj për pare. Edhe nëse dikush ka thonë që po shkojmë parlament dhe spedu rrugën, dhe po du me shku veç me punu, se nuk po më vynë rruga se kam për bizneseve të mija boll, faleminderit prej Zotit, jam interesu veç me ndërtu vendin tam, me lom veprat mira për vendin tam. Sepse? Sepse vendi po shkon për poshtë. Po ikin rinia, po ikin njerëzit, kur s'ka rini ky vend s'o vyn as mua as kërkujna. Edhe për këta jam i gatshëm me shku pa pagesë, kom thonë rrogën që e ka detyrim ma dhonë shteti, mu kom ja dhonë studenta. Edhe prapë po i thëmë se studenta kom ja dhonë. Për pilot projekte të ndryshme, nuk kom vynë rroga mu. Unë du me shku me punu për qytetarët e mi, për shokët e mi. A kështë besuar ndonjëherë të zoti Kurti që krymë punë? Kur s'ka me kry zoti Kurti punë? A ke besuar, po të ndonjëherë? Kur, unë gjithmonë jam koni bindën që a s'krymë punë. Një njëre që nuk ka arrit, mi thonë kërkush puna marë. Edhe një njëre që rrogën e pare ka morë si deputet, a nuk të krymë punë. Kur s'krymë punë, sa i s'de me punu. Edhe para 7 qershorit në zgjedhje. Edhe para 7 qershorit. Që monën për fjale, ky njeri nuk do të kryjnë asnjë punë. Jo, kam thonë edhe në fushatën e kalume që kena pas 5 ditë. Kam thonë që jo 4 vjetë, jo 4 muj, 4 vjetë, as 40, as 60 vjetë mja dhe në këti njëre kësë punën. Vendi po pagun kostot një qeverisje të keqe. Vendi po i pagun krejt të këqijat e këti vendit. 22 miliard euro mu vjedh, mu avollu, edhe mos me konë gjendje kur gjë me bo, kjo është mere Zotit. Kjo është mere Zotit. Mushin mi gjetën qytetarë të Kosovës, 22 miliard euro është budgetit total. 6 miliard janë paga për punoj civil. 1 miliard euro janë vitra që ka shpëndot qytetarëve që po thënë ata tjerë s'na kanë dhonë pare. Po ata tjerë si kanë pos 22 miliard euro. Ata tjerë i kanë pos 4 miliard euro i kanë kry këtë punët. Kjo me 22 miliard euro, minus 7, 15 miliard, ku janë? Ku janë 15 miliard euro? A i shqetësuar vërtet për... Po jam shqetësuar se gjëna është po vjen i natë me mi vjedh parët e mija, munin tem që me bëj për këtë vend. Taksat që mi paguj për këtë vend, është të kremëre. Ku do t'ishte Kosova me një qeverisje tjetër? Po me 22 miliard euro një qytet i ri kushtën, Bejruti me 7 miliard, 8 miliard, kur është 4 rupi aty në bombëlave të gazit të ndërtu krejt i ri, për 5 vjetë. Edhe s'ka kushtu mi 5 miliard, 6 miliard euro. Na e këshëm bo një qytet komplet tondrave. Tondrave këshëm bo një qytet me 22 miliard euro. Po kjo është krem, kjo se do këtë vend. Kjo ja ka njës me sërbizu Kosovën, pi do zgjedhjet, mi në nëshkru me president, me kryeministër, me parlament, me kryetar gjykatës, mi po krejt vetat dhe në mush Kosovën me Serbë. Që ato ka den. Ose i ka bërë shumë Serbijës, e nuk ka të treguar, se u këshin huët e o zhduk, që s'ka pranu me nuk e të që, krejt tjertë janë balafaqu me loj të merri, asë një nuk ka dalë Terezi prej burgjëv, veç kjo ka dalë si bës. Tu ose i ka bërgjë atynëv, ose i kam bu nejsen. Qysh pishet qytetarët? Qytetarët nuk e di, qytetarët ka nevoj për zgjedhje. Kjo qeveri, qysh i pa qytetarët, qysh peshe interesin e njerëzve? Çka është mundësia aktualisht për Kosovën? Aktualisht për Kosovën është... Në pikpamje infrastrukturore, po thëmë. Aktualisht për Kosovën do të më zhvillu venin në gjitha fushat. Kushtet janë, mundësit janë, paret janë. Pse më vjedh paret? Pse më vjedh paret? Pse më vjedh paret? Kur janë? Tëna thanët. Pse më vjedh paret? Mund është mi bot tënat. Na e morëm një shembull. Një urë, 2 milion euro, rrëth 2 milion euro 2 ura,
Me një urë Mitrovic 4,4 milion euro. Që ku është hajnia? Mujna me bo venin më mirë, po nuk janë ka dojnë me bo venin më mirë. Qytetarët nashta nuk janë mësu me këtë opozitën tem. Mos hyrja në kuvend nuk të ka dëshpëru. Jo, unë do t'jem kuvend. Do t'jem kuvend. Pavarësisht jam që jam në parrok kom vendos me punu. Kështu që edhe këto që më të i bo mjau qytetarëve. Mjë të regu që në ka vjedhën, se unë nuk kom vynë rruga. Unë veç kom një kalzu këty në se keme jetë për para, me zhvillu venin. Fejmë mësu një pjesë e popullit me marrë deputet me infuziona. Edhe veç shka të thët njënë me vendosë, unë ashtu nuk jem. Unë nuk manin për kërkën, vetëm për kritikat e qytetarëve dhe kërkesat e të mirat e qytetarëve. Kështu që unë e kam e qenë zë i qytetarëve të këtij venit. Dhe duhet me punu për ta. Faleminderit. Nderuar shikues, ishte kjo prezenca jo në segmentin Dollës Gjakov Dollës Klin, një segment që ende nuk shit në rizën se po përfundon shpejt, kemi segmentet, sopa, që ende përfasojnë rrezik të madh për jetën e njerëzve, përkatësisht për ngasësit në trafik. Tu nuk ka përgjigje të autoriteteve, ku mbaron shpejt kjo punë, përveç justifikime se problemet e mëhershme të para 6 viteve, me shpronësimet, me projektimin e rrugës janë zhndruar në argument madh të pengesës të mos ekzekutimit të gjithë kësaj rruge. Me rëndësi, po them, sepse kjo rrugë ka marrë jetrat e disa njerëzve të pafajshëm. Në arsye të ndryshme, në argumente ndryshme, sot ende raportojmë se kjo rrugë nuk po përfundon 6 vite në pushtet. Ndoshta periudha ashme do të shërbej si moment reflektimi për këto që është në qeveri, nëse formon institucionet që kjo rrugë dhe shumë rrugë tjera të mos karakterizohen me lloj-lloj justifikimi, me lloj-lloj zhagitje dhe me lloj-lloj arsye tjera që kanë një epilog. Mos punën dhe ajo mos punë po shndrohet në kërcënim për jetën e ngazëve në trafik. Faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.